Bismillahirrahmanirrahim. Çështja e shakojës në Islam, dikush e merr që si të bëhesh musliman, duhesh me qenë serioz, nuk bën as me kesh, as bën me buaj goras, duhet më mbrojt, jo. Përkundrazi gjëm që edhe në kohën e pejgamberit son ka pas për shokëve të tij që janë njoft sikur hajgaraxhi njerëz, sikur se është rasti Nuaiman ibn el-Amr. Ky sahabi i pejgamberit alayhis salam një herë ka shkuar në treg dhe i ka pa dohur me dosanin ka pëlqyer mi hongër. Edhe qa bën, i merr pa parë, i thot ati shit se ti vi ma vonë, edhe merr han për veti, edhe qënë pejgamberi sa thot sikur që dojmë na bërëm në të migjës. Edhe tash pejgamberi sa han, kur po vjen ai pjalë parë, thot ky ti pagun. Pejgamberi sa po ti vetëm i prunë, thot vallahi po ta çef me ti prunë parë, thot mi pagu s'kisha, thot paguaj tash ti. Rast tjetër i njëjti person, vjen një beduin te pejgamberi alayhis salam edhe e lën devën jashtë. Hin mana me bisedu me pejgamberin alayhis salam, kur del s'pegjon devën, pegjon veç lkurën e devës. Edhe zorta aty e kishin marrë, e kishin prej devën edhe u kish shërby ai shokëve vet, sahabëve, edhe kishin hongër për saj, edhe i shik vet. Mos i ka hongër ka ikë edhe u shku te një pall më mshef aty. Kur tranohet ai beduini hin te pejgamberi thot ma kam prej devën. Edhe pejgamberi sa çuditë çysh me bu këtë sen. Kur deri thënë ja Rasulullah thot vallahi thot Nuaimani e ka bu këtë punë. Ku është ai? Thot mshefsh atje edhe shkon pejgamberi sa me nxjerr pe aty kur del ai këti plunusin që mshef thot vallahi ja Rasulullah po ta çef mi gostit, ha, mi u shërby thot shokët thot po s'kisha mundsi. Thot e preva e disha thot që ti ja pagun. Ja nis me kesh pejgamberi sa edhe ja pagun hakun atij pronarit beduinit devës. Pejgamberi sa edhe vet ka bu hajgare, mirë po hajgaret halalit, jo me tepru. Tregohet një rast u thon pejgamberi sa të hongër hurme, edhe vjen Suhejbi radhiyallahu anhu, ka pas synin e infektuar, njërin sy e ka pas të infektuar edhe po han hurme bashkë me pejgamberin sa. Pejgamberi sa i thot o Suhejb, thot po han hurme edhe synin e smuta. Thot ja Rasulullah thot po ha me synin e shnush. Por çata hajgaret e halalit janë lejuar edhe është e preferuar mirë po me kufi mos me tepru. Por çata Aliu radhiyallahu anhu ka thon me bo shako, me bo hajgare në Islam lejohet pos në mas sa me qit kryp në gjell. Nëse i qet gjell është kryp shumë, nuk hahet. Edhe nëse dikush që kemë zakonisht shumë disa njerëz bojnë hajgare të projnë kur nuk din mu boserez, kjo e prish pra ja hup lezetin edhe muhabetit, edhe personalitetit të insonit, pra është sen i lejum halal është me bo hajgare, po mos me e tepru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.